Ne jemi duke analizuar procesin nga aspekti ligjor dhe njëkohësisht si Presidente e Republikës dhe garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve, jam në bashkëpunim dhe në koordinim me shtetet e Kuintit lidhur me këto zhvillime jashtëzakonisht serioze. Një çështje e cila është shumë shqetësuese është që 5 anëtar të Këshillit Prokurorial kanë deklaruar publikisht se nuk ndihen të sigurt dhe kanë kërkuar mbrojtje nga institucionet e sigurisë në vend dhe si presidente menjëherë jam marrë me këtë çështje në bashkëpunim me qeverinë, sepse është e pafalshme që 26 vite pas luftës ne të kemi anëtar të Këshillit Prokurorial, qofshin ata prokuror apo jo prokuror, që nuk ndihen të sigurt dhe ndihen të kërcënuar. Është shumë me rëndësi që në mënyrë që deklaratat e mia mos të shihen si ndonjë ndërhyrje, sepse jam person politik që kur në karrierën time nuk kam ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, që t'i lëm vend edhe analizës së përbashkët që kemi me partnerët tonë lidhur me procesin që ka ngjarë sa i përket shkarkimit apo tentim shkarkimit, më mirë ta quaj.